Shikus të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në kallëzo për një me. Shkelja të drejtave të punëtorëve dhe mosbatimi i rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë do jenë temë trajtimit të emisionit të sotëm. 10 punëtorë të lënduar në kantieret e ndërtimit kanë nxitur një operacion të gjerë të kontrollit të inspektoratit të punës. Operacioni, i cili ka pasur target disa biznese, është ndjekur nga kamerat e ekipit tonë, të cilët kanë shoqëruar inspektoratin gjatë zhvillimit të inspektimeve. Të dhënat nga ky operacion do i trajtojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni, ku do ndiqni detajet nga kontrollet dhe gjobat e cilat priten të shqiptohen ndaj bizneseve të fuqishme të ndërtimit për shkak të shkeljeve të rregullave dhe sigurisë së shëndetit në punë. Por fillimisht do udhtojmë në Vushtri. Atje komuniteti është shqetësuar nga disa ngjarje të cilat lidhen me veprat penale të detyrimit dhe të fajdeve. Disa sulme dhe raportime kanë ngritur një task force të veçantë në prokurorinë e Mitrovicës, e cila me 3 prokurorë njëherësh është duke hetuar përfshirjen e anëtarëve të një familje të madhe në veprimtari ilegale. Ekipi prej 3 prokurorësh heton veprat penale të detyrimit, lëndimit trupor dhe arratisjes së personit të kërkuar, ndërsa informacionet e grumbulluara nga 3 prokurorë kanë cakt një hapësirë të vetëm, pronat e një familje të fuqishme të zonës. Një hetim special i iniciuar nga Prokuroria e Mitrovicës ka mbledhur bashkë 3 prokurorë të cilët kanë cakt kantarët e një familje të përfshirë në disa vepra penale. Hetimi kompleks kërkon edhe angazhimin e njësive të tjera të specializuara. Krime të rënda një departament i veçantë të Policinë e Kosovës janë ftuar të bëhen pjesë e ekipit hetimor, të cilët do të dizajnojnë planin e hetimit dhe kontrollave të pronave të anëtarëve të grupit të dyshuar. Informacionet e grupit hetimor tregonin se grupi i rrezikshëm kishte edhe lidhje me zyrtarët e policisë. Harta e dyshimeve të prokurorisë në këtë rast kishte nisur të plotësohet në javën e parë të hetimit. Grupi hetimor ka listuar provat për veprën penale të detyrimit, ndërsa në përgjime një zyrtar i policisë ishte identifikuar si i dyshuar i mundshëm. Në një operacion të veçantë, pjesëtari i policisë prangoset, ndërsa grupi hetimor vazhdon të kompletojë skemen e dyshim të veprimtarisë së grupit. Hartëzimi i veprave dhe dyshimet konkrete për anëtarët e grupit formalizohet në një plan operativ i cili ka për qëllim organizimin e një operacioni të gjerë të kontrollit në disa lokacione. Në hartën e prokurorisë dhe policisë janë planifikuar të bastisen disa shtëpi. Operacioni duhet të jetë i trajshëm dhe bastisje të befasishme. Vlerësimet e rrezikshmërisë imponojnë involvimin e njësive speciale të trajnuara dhe të pajisur me mjete speciale. Mbi bazën e një hetimi të zhvilluar nga ana e Prokurisë Themelore Mitrovicës, Departamenti i Përgjithshëm, janë zhvilluar hetime të caktuara në raport me disa të panderë si rezultati disa ndodhive që kanë ndodhur në rajonin e Mitrovicës, gjithsesi në komunën e Vështres, ku mbi bazën e hetimeve të zhvilluara kemi rezultuar në vërtetimin e disa fakteve në raport me një aktivitet dyshuar që ndërlidhet me veprën penale të detyrimit. Lidhur me këtë çështje, mbi bazën e një hetimi zhvilluar nga ana e prokurisë në bashkëvendim së bashku me drejtorinë e policisë të Kosovës në Prishtinë, kemi rezultuar në zbuluimin e provave me të cilat është vërtetuar se persona të dyshuar, në këtë rast pandevrit, pasi që pala dëmtuar ka blerë një pronë në mënyrë të ligjshme,
për të njëjtën kanë filluar që ta kanosin gjithsesi të njëjtën kohë ta shtyjnë që të veprojnë dëm pasurisë tij, me qëllim që të njëjtit përfitojnë dobi pasurore në mënyrë të kundërligjshme. Të armatosur dhe pajisur me mjete të veçanta, specialet kanë hartuar planin e ndërhyrjes. Secili ekip ka ndarë targetin dhe e ka të qartë se cili do jetë misioni i operatorëve. Sipas procedurave të parat në operacion të rrezikshmërisë së lartë janë njësitë speciale, e më pas kur çdo gjë është neutralizuar, rruga do jetë e hapur për hetuesit, forenzikën dhe prokurorinë. Çdo lëvizje në terren kryhet nën urdhat e prokurorisë dhe urdhër kontrollet e miratuar nga gjykata kompetente. Po vetë nga fakti që sot këtë realizim të këtij operacioni e zbatojmë së bashku me Policinë e Kosovës Drejtorinë e Prishtinës. Kjo tregon se në rastin konkret kemi një rrethone cila nuk është e njëjtë si me rrethonat apo rastet e tjera, me cilat ne zbatojmë edhe kontrolle së bashku me hetuese të Drejtorisë Rajonale të Policisë Mitrovice. Por në rastin konkret, për shkak se këta persona dyshohen edhe për shumë vepra tjera penale. Mbi anëtarët e kësaj familje duke u bazuar në evidencën dhe historikun e veprave penale, ata janë të dyshuar për shumë vepra penale, andaj në aksion janë ftuar pjesëtarët e njësitit special elitar të policisë. Edhe kemi vlerësuar që është e rëndësishme që në rastin konkret të jenë njësitë më elitare të Policisë Kosovës me rastin e zbatimit të këtij kontrolli, ndërta edhe njësitë e specializuara si Fiti, njësitë njësau e kështu me radhë. A ka pas arrestime rreth këtij hetimi më herët, prokuror? Po, janë arrestuar 2 persona, njëri për veprën penale të detyrimi dhe tjetri për veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale të detyrimit, që 2 këta persona janë arrestuar ku për njërin ndër tyre është paraqitur edhe kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit, cilën kërkesë gjykata e ka aprovuar dhe i njëjti tashmë gjendet nën masën e paraburgimit, ndërsa personi tjetër në atë fazë, në atë kohë, kur dyshohet se ka kryer veprën penale, ka qenë nën masën e arrestit shtëpiak. Prandaj, duke qenë se është konstatuar se i njëjti ka thyer masën e arrestit, ndaj të njëjtit nuk është paraqitur kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit, por është evidentuar se ka thyer masën e arrestit shtëpiak dhe rrjedhimisht ndaj të njëjtit vetëm është zëvendësuar masa e arrestit me masën e paraburgimit. Masat e veçanta hetimore të vëzhgimit e përgjimit rezultuan me sigurimin e të dhënave tjera, se pjesëtarët e kësaj familje, përveç këtij të dëmtuari për të cilët ishin nisur hetimet, këta të pandehur kishin vepruar edhe tek personat e tjerë me qëllim që të njëjtit të veprojnë në dëm të pasurisë së tyre. Lidhur me këtë çështje, janë zbatuar edhe masat e veçanta hetimore, ndërto edhe vëzhgimi, pjesa e përgjimit, por edhe veprime tjera caktuara mbi bazën e së cilave edhe ke marrë deri te vërtetimi i fakteve së të pandehurës si persona dyshuar. Përveç të ky dëmtuar kanë vepruar të personat e tjerë me qëllim që të njëjtit veprojnë dëm pasurisë tyre. Prandaj dhe nga këto arsye Prokuroria e Shtetit ka bërë kërkesë pranë gjykatës, gjyqtarit procedurës paraprake, që realizohet urdhëresa për kontrollin e shtëpive dhe personave, si dhe hapësira tjera përcjellëse, me qëllim që vërtetohen faktet në raport dhe lidhur me zbulimin e provave për të njëjtën kohë dhe arrestimin e të pandehurëve. Është e rëndësishme të theksohet se edhe përkundër që në kohë të kësaj faze të procedurës penale nuk ka filluar hetimi në raport edhe me veprën penale të armbajtjes, si tilla provat të cilat ne i kemi këtë fazë procedurës penale, në mënyrë rrethanore kanë vërtetuar gjithsesi kanë argumentuar edhe faktet se këta persona posedojnë edhe armë në mënyrë të kundërligjshme. Prandaj dhe nga këto arsye Prokuroria e Shtetit me qëllim të zbulimit të tyre provave ka paraqitur edhe kërkesën dhe sot jemi në realizimin e urdhëresës së gjykatës për zbatimin e kontrollit në shtëpitë të pandehurëve. Një ekip i përbërë nga 3 prokurorë të Mitrovicës dhe i mbështetur nga hetues të krimeve të rënda dhe njësitë e tjera të policisë kanë ndërtuar një dosje hetimore për anëtarët e një familje në Vushtri. Skema ekspozon përfshirjen në detyrim, sulme dhe vepra të rënda penale. Anëtarët e grupit janë identifikuar dhe bashkë me ta edhe shtëpitë dhe pronat të cilat ata i zotrojnë.
Caqet e Bastisjev janë vendosur në planin operativ, ndërsa sipas urdhit të gjykatës, specialet e përgatitur do ndërhyjnë në orën 6 të mëngjesit. Ligji rekomandon që bastisjet të kryen pas orës 6 të mëngjesit. Njëri nga operacionet më të gjëra të Bastisjes në rajonin e Vushtrisë nis të jetësohet. Specialet kanë rrethuar zonën dhe nuk I lënë asgjë befasisë. Ndërhyrjet në shtëpi pasohen edhe me arrestime në zonat e hapura. Të dyshuarit ashtu siç ishte parashikuar kishin rrezik të arratiseshin. Një I tillë kapet në tentativë për t'i ikur policisë. Në momentin kur nisit speciale kanë vendosur kontrollin domethënë hapësinë në kupshtin boshtin e shtëpisë këtu është gjeti fshehur domethënë ashtu siç po shifet I dothun ka tentu prap marratizme. Grupi I rrezikshëm ishte gati për t'i pritur forcat e rendit. Ata kishin qenë pjesë e kritikës publike dhe kishin organizuar edhe vrojtime për t'u shmangur organeve të ndjekjes. Policët dhe prokurori shohin nga afër edhe një vend I cili kishte qenë I kamufluar për të vëzhguar rrugën që shpije drejt banimeve të dyshuarve. Kësaj radhe, ndërhyrja ishte e shpejtë dhe nuk I ka lënë mundësi të arratiseshin. E pam që në këtë shtëpi këtu I shkon një vend ku I shpërcjell rruga. Me bindje plot nuk mund e them, por që si e tillë ajo hapësirë në mënyrën se si kish pamjen, mund me alodu që po ajo ka pas një lloj hapësire të caktuar me cilët e ka vëzhgu pjesën e rrugës e cila shpije deri te shtëpiat e tyre. Prandaj mendoj që po ka mujt me pas edhe asnjë lloj realizimi që asnjë lloj objektive ajo. I planifikuar deri në detaje, operacioni I gjëri policisë kishte përfshirë edhe përdorimin e fluturakeve vëzhguese. Dronët e policisë po e mbanin në vëzhgim situatën gjatë tërë kohës sapo kryhej Bastisja. Prokurori I rastit tregon se përveç të kërkuarve, aty arrestohet edhe një I dyshuar që kishte qenë në arrati. Prokurore, pam që këto shtëpia veç u vunë në kontroll, tash kanë filluar Bastisjet, janë çastet e para të aksionit. Kanë qenë veprimet fillestare të cilat I ndërmarrën nga ana e njësive specializuar, ndërto ka qenë edhe pjesa e kontrollit në raport me çështjen e personave. 3 persona I kemi arritur me arrestu, edhe pse si tillë njëri prej këtyre personave I cili sot është arrestuar, ka qenë në arrati. Do thotë ai person mbi bazën e informatave nga ana e njësive të cilët e kanë arrestuar është vërtetuar se ka qenë duke bërë prit në kuptimin e asaj që
me shiku se mos po vjen dikush nga ana e policisë për me arrestu. I njëjti është arrestu do thot në oburrin e tij. Për postina janë arrestuar 2 persona tjerë që kanë qenë objektiv e këtij aksioni për me arrestu. Edhe tashmë fillon pjesa e dytë që ka të bëjë me çështjen e kontrollit tërësisë të perimetrit, shtëpia dhe hapësira përreth. Operacioni i kontrolleve vazhdon në detaje. Hetuesit dhe policët po kontrollonin shtëpitë nga bodrumi e deri në kulmet e tyre. Disa policë ende po kërkonin për persona të tjerë në objektet përcjellëse të shtëpive, si stallat e bagëtive dhe vendet ku strehohet ushqimi i bagëtive. Gjykata ka vazhduar masën e paraburgimit për 3 të dyshuar të tjerë të arrestuar këtë ditë. Edhe i arrestuari i cili kishte qenë në arrati gjendet në paraburgim, ndërsa hetimet për veprën penale të detyrimit janë duke vazhduar ende. Një i arrestuar disa ditë para aksionit e ka pranuar fajsin dhe ka pranuar të bashkëpunojë me organet e rendit. Një zyrtar policor po ashtu është arrestuar lidhur me këtë grup dhe gjendet në paraburgim. Gjatë bastisjes janë gjetur edhe armë dhe prova të tjera të rëndësishme për hetimin. A mund është me na tregu sa gjatë keni punu në këtë hetim? Këtë rast kem bashkëpunu drejt për drejt me drejtorinë e policisë, në këtë rast në kodër hetimet krimet të rënda, krimet të organizuar të terrorizmit në Prishtinë, me cilët kemi pas një bashkëpunim, mund të them, të shkëlqyeshëm, si rezultati punës dhe angazhimit që ka pas drejt për drejt edhe pjesa komanduese e policisë, që na ka përkrahun punën dhe angazhimet tona në raport edhe me këtë çështje penale. Ajo që është e rëndësishme me theksuar që sot po e trajtojmë këtë çështje në raport me veprimet që kemi ndërmarrë në ditën e aksionit që kemi zhvilluar edhe ku ka qenë edhe të bashkëpjesëmarrës me mua. Në atë rast nuk ka qenë vetëm një rast penal, gjithsesi një hetim. Kanë qenë 3 raste të ndara për cilat na të njëjtën kohë i kemi paraqit kërkesat në gjykatë dhe kemi pranuar urdhat për kontroll në kuadër të gjykatës, këtë rast gjykatës themelore në Mitrovica Dega në 3. Ajo që është e rëndësishme me theksuar që hetime për këtë procedurë ndërlidhet me disa aktivitete që kanë, mu i them, dëmtu pjesën e imazhit në raport me çështjen e publikut, sa i përket rasteve që kanë ndodhur ta zëm të njëri prej palëve dëmtume, ku i njëjti është rrah edhe i ka pësu lëndime të rana trupore, gjatë kohës sa ka qenë të e dërgu vajzën në shkollë, pastaj është rasti tjetër ku është në drejtim të shtëpisë tina me armë gjata. Mandej krejt këtu na kanë shtyr neve që me ndërmarrë disa veprime në raport me çështjen e aspektit të hetimeve. Kjo është njëkohësisht si rezultat edhe i takimeve që kemi pas me policinë e Kosovës, këtë rast drejtorinë e krimeve të rënda në Prishtinë. Atë ditë, kur është zhvilluar aksioni, na kemi arritur që me siguru një pjesë provar, njëjtën kohë që me arrestu disa persona. Ajo që është e rëndësishme të theksohet është që në kuadër kësaj procedure na kemi rezultuar edhe në zbulimin, jo vetëm në raport me këtë çështje të hetimit që kemi zhvilluar ditë, por edhe raport me hetimet paraprake, që edhe zyrtar policor të cilët kemi arritur të identifikojmë, të cilët kanë bashkëpunuar me këta persona, rrjedhimisht për ato raste, na më njëherë kemi njoftuar departamentin kompetent pranë departamentit krimit të rënda Mitrovica, edhe zyrtar policor kemi të arrestuar si rezultat i këtyre hetimeve. Pra, mu i them që kena arritur që me ndërmarrë disa veprime në raport me zbulimin e prova, por të njëjtën kohë edhe arrestimin e personave sa i përket këtyre raste penale. Edhe rastet që ka të bëj me vrasjen tentativ, ka të bëj edhe me rastet sa i përket vënies së zjarrvënies. Pra janë një numër i madh i vepra penale për të cilat tashmë në këtë kohë në procedurë nga ajo sa unë jam njëri, vetëm tash jemi në zhvillim për më shumë se 3-4 raste në gjykim. A keni arrit me i siguru provat që i lidhin këta persona me veprat që i kanë kryer? Po,
kena arrit që një pjesë madhe të provat, cilat kanë qenë të nevojshme për mos siguru që të sigurojmë. Në njëjtën kohë, unë e thamë edhe njerë, jam falënderues për punën dhe angazhimin e policisë, cilët kanë qenë thjesht të parezervuar në objektivat tona të përbashkëta, ku në bashkërendim dhe bashkëpunim plot me anën time, kemi arrit që të sigurojmë shumicën e prova për cilat ne vlerësojmë se mbi bazën e tyre do të vërtetohet edhe fajësia e të panderë në kuadër procedura për cilat do të zhvillohen tash tutin për të gjykatë. Tashmë na jemi në fazën e fundit, edhe pritet që edhe pjesa e time përfundoj, gjithsesi ngritën edhe aktet akuzuese, rrjedhimisht edhe që të filloj pjesa e gjykimit në gjykatë. Ka të shpejt? Po, ju e dini, pjesa e hetimeve ka të bëjmë me rrethonat kur ende pa arrestimin e personave zhvillohen dhe sigurohen provat. Arrestimi i personave është fazën finale. Dhe në kuadër pjesës në raport me çështjen e kontrollit, që ne kemi zbatuar, ajo ka qenë pjesa finale, gjithsesi ajo pjesa e kurorës veprimeve hetimore, edhe provat cilat na kemi vlerësuar se duhet sigurohen kanë qenë vetëm faza finale e tyre, edhe mbi bazën e tyre na tashmë na përfundim të hetimit. Paraprakisht gjitha veprimet e ndërmarrë. A ditë ju thatë se po i kërkoni 4 persona, i keni arrestu 4, njëri prej tyre kishte qenë narrati. Ajo që është e rëndësishme me u theksu është që në kuadër të një procedure janë arrestu 3 persona. Pastaj një procedurë tjetër në raport me një person i cili ka qenë narrati për një vepër tjetër penale, edhe ai person është arrestuar, gjithsesi është zbulu në gjatë kohës kur kemi qenë duke zbatu kontrollin. Është edhe një person tjetër i cili gjendet narrati. Dhe thotë këtu nuk ka pas të bëjë me një rast penal. Kanë qenë 3 raste njëkohësisht për cilat na kemi vepruar, edhe mbi bazën e urdhave kontrollit pranuar nga ana e gjykatës, kemi zbatu kontroll në hapësirat, të cilat ndërlidhen sepse janë familjar, ka familjar të tyre. Në këtë rast, në kuadër një procedure janë arrestuar 3, pastaj për një rast tjetër është arrestuar një person, ndërsa një person tjetër mbetet narrati. Kështu që po janë arrestuar 4 persona, edhe një person tjetër mbetet narrati dhe për të njëjtin kemi kërkuar edhe ka letërshtim vendor, edhe tashmë edhe letërshtim ndërkombëtar. Vende ku ata kishin bërë roje, a lidhet kjo edhe me qëtë numrin e dyshimeve për vepra për ta? Nga ajo që kemi zbulu, edhe që e kemi evidentu, edhe për cilën e kemi edhe evidencizu, aty ka qenë një pjesë e dedikume në raport me personat apo personin i cili mund të ketë bërë roje, pasi që është pjesë e cila nuk është e dedikume, gjithsesi nuk është pjesë që është për me qëndru, me jetu, ose me zhvillu çfarë do lloj aktiviteti, është pjesa e lartë me kulmit. Edhe në atë pjesë ka qenë një dritare ku është vendosur edhe një koltuk, ka pas edhe për rreth gjana ushqimore që kanë konsumu, që na shtyn me besu që po edhe nga ajo pjesë është bërë roje, ajo pjesë e ka pas një pamje ku gjithë rrugë që kanë shtëpi, gjithsesi 2 rrugë që kanë shtëpi deri në atë drejtim janë pa pe asaj dritare. Ju e keni kërkuar masën e paraburgimit? Po, me njerë, mrana fatet përcaktuar me ligjorën, fillimisht kam nxjerrë akt vendimet për caktimin e masës së ndalimit kundrejt panderëve, jo vetëm unë, por edhe kolegët e mi, sepse ajo që është e rëndësishme më theksuar se këtu njëjtën kohë kemi vepruar 3 prokurorë. Unë kam qenë njëri prej 3 prokurorëve ku bashkërisht, në bashkëpunim secili me njëri tjetër, kena vepruar edhe secili prej neve i ka hartu pjesë e akteve që kanë pas bëjmë me përcjelljen e procedurave pas zbatimit të urdhave kontrollit. Kjo në raport edhe me sekuestrimin, e senave që kemi zbuluar dhe sekuestruar kodet vendeve ngjarjes, po të njëjtën kohë edhe në raport me çështjen e caktimit të masës ndalimit, të njëjtën kohë edhe paraqitjen e kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit kundrejt panderëve. Edhe është e vërtetë, po gjykata i ka aprovuar këto kërkesa dhe të panderëve ka caktuar masa e paraburgimit. Tashmë kur jemi në këtë fazë, kemi paraqitur edhe kërkesë për vazhdimin e masës së paraburgimit, edhe kjo kërkesë është vazhduar, edhe besojmë që shumë shpejt do të finalizojmë edhe pjesën e hetimeve. Për 2 rastet e të tjera me të cilat kanë punuar edhe prokurorët e tjerë kësaj prokurie, njëri ndër ato raste ka të bëjë me veprën penale të detyrimit, njëri ndërsa rasti tjetër ka të bëjë me veprën penale lëndimi letër, por si dhe ka të bëjë me veprën penale arratisja e personit privuar nga liria, kur njëri prej këtyre personave pas vendimit të nxjerrë nga ana e prokurorit shtetit për caktimin e masës së ndalimit, i njëjti është arratisur dhe rrëmesh ka qenë edhe në kërkim policor, ku gjatë zbatimit kontrollit edhe është arrestuar në oborrin e shtëpisë tij. Veprat për cilat dyshohen është detyrimi në tentativë. Është një vepër penale kur
në raport me 2 persona që kanë kërku që ata persona të veprojnë dëm pasurive tyre. Rrjedhimisht, kualifikimi ligjor ka të bëjë me veprën penale detyrim në tentativë, gjithashtu janë edhe 2 persona ndihmë në kryen e veprës penale detyrimin në tentativë, ku njëri prej këtyre persona tashmë me bazën e kërkesës parashtruar nga ana e mbrojtësit panderët, kemi arritur edhe marrëveshje për pranimin e fajësisë për veprën penale ndihmë në kryen e veprës penale detyrimi, edhe për cilën veprë penale tashmë edhe kemi ngrit aktin akuzues. A është antar i kësaj familje apo është lidhje miqësore? Ka qenë lidhje familjare. Jo, nuk është lidhje familjare, është lidhje miqësore, ka qenë person i cili ka bashkëpunuar me ta, ka jep informata për ta dhe të njëjtën kohë ka kontribuar që këta persona me ndërmarrë veprimet që kanë të bëjnë dhe që kanë në këtë procedurë trajtohen si veprimet që përbëjnë elementet e veprës penale. Aksioni a ditë që është zhvilluar ka qenë finalizimi i veprimeve, të cilat janë trajtu shumë gjatë paraprakisht, për cilat kemë bojt takime, kemë kërku që të hetohen edhe finesat më të vogla, me qëllim që të zbuluan gjitha rrethonat që kanë të bëjnë, apo gjitha provat që kanë të bëjnë me këtë rast penal, por jo vetëm këtë rast, sepse unë po ju them, janë disa raste të tjera, për cilat në atë njëjtën kohë kemë tentuar që zbuluan prova në raport edhe me kryes të veprave penale. Këta 3 të arrestuarit, pikrisht për rastin që ju jeni tu e hetu, a kanë folë diçka, kanë pranu diçka, kanë thonë? Në këtë fazë procedurës nuk kanë pranu përgjithësinë, gjithsesi njëjtën kanë deklaruar që nuk janë fajtor, pjesërisht në raport me çështjen e aspektit të veprës penale detyrimi, ndërsa në raport sepse na gjatë kontrollit kemi zbuluar edhe armatim, gjithsesi armë, 2 armë janë zbuluar, edhe për të njëjtat kanë deklaruar dhe kanë pranuar fajësinë, ndërsa në raport me çështje të tjera, jo dhe mbetemi që ne ta trajtojmë në raport me elementet e veprave penale. Po edhe viktimat janë marrë në pyetje gjatë fazës së hetimeve, jo vetëm nga ana ime, po edhe nga ana e policisë sipas autorizimeve, dhe të njëjtit tashmë njihen më të sigurt, në njëjtën kohë kam po edhe pjesën e veprimeve dhe ndërmarrjes që na kemi vlerësuar që janë të nevojshme më ndërmarrë në kohë, sepse ju e dini veprimet edhe të aspektit hetimor, nëse nuk ndërmerren në kohë, paraqesin pengesa më vonë, deklaratat e tyre janë siguru, provat materiale janë siguru, dhe tashmë edhe viktimat presin drejtësi, që sigurohet që nga ana e prokurisë së shtetit edhe të ndërmerren veprimet që ka të bëjë edhe me ngritjen e aktive akuzuese. Unë e them me përgjegjësi të plotë, them që edhe viktimat tashmë ndihen ndryshe, tashmë ndihen sigurt, edhe për secilin prej viktimave, na kemi tentuar që secili qytetar i Republikës së Kosovës, në këtë rast flas me fokus pjesën e rajonit Mitrovicës, që të ndihet sigurt që rastet të lajmërojnë polici. Dhe ta ketë në njohuri se prokuria e shtetit ka objektiv që për secilin rast të ndërmarrë veprimet, jo vetëm veprimet që ka të bëjnë me aspektin e hetimeve, cilat mund të zgjaten, po veprimet të ndërmerren në kohë, veprimet të jenë të sigurta, të drejta dhe me qëllim që kryes të veprave penale të dërgohen para gjykatës me qëllim që të jetë shpallën përgjegjës për vepra penale të kryera. Në Vushtrellën Mitrovicë një kohë është folë shumë, ka pas edhe viktima prej fajdeve. Ka raste që lajmërohen, por të njëjtën kohë ka edhe raste të cilat ju e dini që edhe terminologjia juridike i trajton si raste të errta, për të cilat nuk zbulohen, po të njëjtën kohë unë mendoj që Policia e Kosovës edhe Prokuria e Shtetit ka treguar garant që për secilin prej rasteve do të trajtohet me seriozitetin më të lartë. Dhe na kërkojmë dhe bëjmë thirrje secilit person, i cili është në këto raste i përfshirë. Terminologjia juridike i trajton si raste të detyrimit, pastaj edhe në rrethona caktuar edhe si raste të fajdeve, por që për të njëjtit të lajmërojnë policinë, të deklarojnë dhe të paraqesin rastet, sepse na do të trajtojmë me seriozitet dhe të njëjtën kohë do të kërkojmë që kryes të këtyre veprave penale të shpallën përgjegjës dhe denoncë sipas ligjit. Një polec është arrestuar pikërisht për çdo vepër. Unë e thash edhe paraprakisht, secili person është i pafajshëm, derisa gjykata të vërteton fajësinë me akt gjykim plot fuqishëm gjykatave. Po është e vërtetë që në kuadër tyre hetimet zhvilluar bashkëndim me një prokuror tjetër, kuadër prokurisë të Emilion Mitrovic, është arritur që të zbulohet edhe një kryes i veprave penale që ka ushtruar dhe funksion gjithsesi që ka pas pozitën si zyrtar policor. Po kjo nuk duhet që neve të na shtyjë që mos i besojmë policisë Kosovës. Kjo është një garancë edhe më e madhe që Prokuria e Shtetit, jo vetëm policë, po secilin person i cili kryen vepra penale,
e ka tagër që ta zbuloj dhe ka për obligim edhe ligjor që të kërkoj që të njëjtin ta dërgon gjithsesi me aktet formale juridike, në këtë rast aktin akuzues, ta dërgon gjykatë me qëllim që njëjti të shpallet përgjes dhe dënohet sipas ligjit. Ajo që është e rëndësishme me theksuar që secili rast kur kemi njoftime se zbulohet një zyrtar policor apo zyrtar tjerë të shtetit, kjo është garancë e funksionimit të rregullt si demokracisë, po të njëjtën kohë edhe të aspektit ligjshmërisë të organeve të ndjekjes penale, sepse unë mendoj që në çdo rast kur zbulojmë krye kategorive apo personaliteteve, kjo vetëm na forcon neve, kjo vetëm na jep një garancë dhe një vlerë më të madhe që puna jonë është e drejtë dhe që puna jonë duhet të vazhdojë dhe të njëjtën kohë që qytetarëve të Republikës së Kosovës t'i ofrojmë siguri dhe ligjshmëri para çdo personi, pavarësisht çfarë pozite apo funksioni ka ai. Shikues të nderuar, kemi ndjekur arrestimin e personave të dyshuar për detyrim në vushtri. Për t'ju rikujtuar, ky grup njihet si njëri nga grupet më të mëdha në vushtri, ku për ndihmë të këtij grupi është arrestuar edhe një zyrtar policor. Tani do vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit, ku do trajtojmë raportimet për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Biznesi i ndërtimit është burimi 10 fatkeqësive për punëtorët që punojnë në këtë sektor. Shumë katëshet që mbinë në secilin cep të vendit janë shndruar në zona vdekje për punëtorët e ndërtimtarisë. I vlerësuar si sektori rrezikshëm për jetën edhe shëndetin e punëtorëve, sektori i ndërtimeve është në mesin e sektorëve që kërkon zbatim strikt të rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Ligji për siguri dhe shëndet në punë parashë rregulla strikte të cilat do duhet të zbatohen në secilën zonë të ndërtimit. Rregullat kërkojnë që punishtet të jenë të rrethuara me skela dhe mjete të tjera mbrojtëse për të parandaluar rënien e punëtorëve. Zonat duhet të jenë të sigurta nga energjia elektrike apo pajisjet e tjera të punës. Zonat e ndërtimit duhet të mbajnë shenja identifikuese të rrezikut dhe më e rëndësishmja, punëtorët duhet të jenë të pajisur me mjete mbrojtëse. Dhjetra pamje të transmetuara në media por edhe në rrjetet sociale tregojnë që sektori i ndërtimit vazhdon të shkelë këto rregulla. Punëtorët punojnë të papajisur në zonat e ndërtimit të cilat janë të rrezikshme. Në përditshmërinë e vendit, punëtorët filmohen duke ecur në maje të shumëkatëshave pa asnjë masë mbrojtëse. Numri vdekjeve dhe aksidenteve në punë nxit kontrolle të vazhdueshme. Mbi 100 biznese janë inspektuar gjatë muajve korrik dhe gusht nga një task force e administratës tatimore të Kosovës, ndërsa hetimet e prokurorisë së PE-s kanë nxitur një hetim të gjerë penal për ndërtuesit që nuk i zbatojnë rregullat. Në ndërkohë në Prishtinë Inspektorati i Punës ka hartuar një plan tjetër të gjerë i cili ka për synim imponimin e ligjshmërisë në bizneset e ndërtimit në zonën e kryeqytetit. Në një mëngjes nëntori, 10 ekipe të inspektorëve të punës nisin një operacion të koordinuar për të inspektuar bizneset e ndërtimit. Në subjekte janë të papërgjeshme edhe nuk e kanë respektuar vendimet e Inspektoratit Qendror të Punës pavarësisht të reinspektimit. Atëherë kemë kërkuar edhe ndihmën edhe Inspektoratit të ATK-s për na ofruar mbështetje të inspektimit të cilat do të zhvillojnë Inspektorati Qendror i Punës. Kërkojmë mbështetjen tuaj, Inspektoratit të Punës e kanë për detyrë të inspektojnë fushën e sigurisë dhe të marrëdhënies punës, edhe inspektorët na i kemi në dom. Inspektorët kryejnë inspektimet në fushën e sigurisë edhe të marrëdhënies punës, ndërsa administrata tatimore zbaton legjislacionin e vetën në fuqi dhe inspekton sipas legjislacionit të fuqi. Që kërkoj për juve që keni hase në probleme, na njoftoni neve, pavarësisht edhe natyrën e probleme, na komunikojmë edhe me policinë edhe me prokurorinë e shtetit. Qëllimi i aksionit është që të ndërmoren fushën e sigurisë për kemë jetë të humbre në aksionin në vend punishtet fokusi kryesor është të dëpërtaria që për kemë aksidente edhe me aksidente të lehta traume, pa fatkeqësisht edhe aksidente me fatalitet. Grupet të cilat janë të ndomë është Beram Latifi, edhe bën ndarjen e grupeve, 2 inspektor janë tonë edhe një inspektor i administratës tatimore janë në grup. Kryesisht janë 10 grupe. Me detyra konkrete të inspektimit, njëkohësisht 10 ekipe të inspektorëve të punës nisën drejt zonave të ndërtimit. Biznesi i parë është një zonë ndërtimi. Sipas rregullave, inspektorët në nisje prezantojnë qëllimet e inspektimit, ndërsa për rreth zonës do të grumbullohen prova për llogaritë e inspektimit. Për momentin
kemi fillu një aksion së bashku me Inspektoratin Tatimor dhe Inspektorati i Punës. Qëllimi i inspektimit është marrëdhënia punës dhe siguria e shëndetit punë. Siç jemi të informuar nga drejtoria e përgjithshme, pika e inspektimit, ekipa jonë e ka drenasin. Në nisjet e inspektimit në zonën e ndërtimit, inspektorët kanë hasur problemet e para. Punishtja është e papastër dhe e rrezikshme. Ndërtuesi nuk kanë ndërmarrë masat për të mbrojtur punëtorët dhe skelat janë të improvizuara. Këto shkelje janë serioze dhe rrezikojnë rënd sigurinë e vendpunishtes. Përshëndetje, shoki. Hajni lodh, seni, apo lodhni? Ju jeni përfaqësuesi i kompanisë? Çfarë punë kryeni ju këtu? Na kemi ndërtimin e vrasjes, Ndërtimin e vrasjes. na përfundu. Tash në cilin proces jeni? Na krytur është departamentet për pastruar që na vuka pak. Mbrana vendpunish, mbrana objektit, a keni aktivitete punuese? Ja, kom përfundu. Pjesën lina unë kom përfundu. Nuk i aktivitete mo atje punuese. Ki Betona tani e tutje mbrana në objekt nuk i aktivitete. sa s'kam. Po. Në qëllimi i inspektimit është marrëdhënia punës dhe siguria e shëndetit punë. Sa i respekton këto dy rregulla gjatë punës. Sot mundem me mundësi dy. Faleminderit. Atëherë po fillojmë me procedurat. Ju keni marrëveshje me cilin subjektu? Marrëveshja me a specifikon përgjegjësinë për siguri shëndet punë, a bartni ju apo investitori, shembull këtë rast. Për siguri mbrana punishtes e kom poston, Një postë. për skele, për të tjashmet, rrethuarne, objektin e ka përgjegjësi. Po ju si subjekt për momentin deklaroni që s'keni aktivitete, as s'ki punëtor tjerë. Ja. Jo. Për Përpos pushim e kom përfundu pra një 3 javë këtu objektin, jemi një farpushimi derisa të marrë. atëherë i marrëmi dhanat e punëtorëve të subjektit tonë dhe kalojmë një raport. Okej, e një lodhë, që sheni? A e një mirë? Apo lodhë? Dhe inspektoratit punës jem. Na e morëm informatat dhe jemi të pa që në këtë objekt për momentin nuk ka aktivitete punuese mrena, jem të e pa, edhe në basë informatave që e morëm. Mirë po në këtë vend punishte, apo në këtë objekt Lamela 11, apo cila ke? Edhe i qit për dëshka më punësi. Nuk guxon me pas aktivitete punuese pa i marrë edhe disa masa nga fusha sigurisë shëndetit në punë. Guxon fillimisht i ndërmarrni edhe disa masa, si për shembull disa hapësirat hapura që shohim na pastrimi punishtes. Hapësirat e hapura ku mujnë me dalë në terasën edhe do të mbyllë që derën në terasën se monet me hyrë dikush edhe me dalë në rafnej. Puna e skeleve, skelet janë në disa shkelëse skeleve janë të improvizume, disa janë drejtat dhe mbyllja skeleve ku përfundon skelja gjithkon kanë mu mbyllë këto skele do kati ku janë të vendalta me konzolë këto skele shposhijet është komplet i haptë. Bashkë kati ku janë konzolat është mi mbyllë, po mbi të gjitha talonën vendim, të gjitha taloni vendim, të gjitha këto procedura që do është mi ndërmarë. Momentin që i ndërmerë këto procedurat nga fusha sigurisë shëndetit, mu i merë masat, e bon një kërkesë për shfuqizimin e vendimit të cilin talojmë edhe një afat, shfuqizimin e vendimit momentin që na vime verifikojmë, a janë marë masat nga fusha sigurisë, në qoftë se janë marë masat nga fusha sigurisë, e merë një shfuqizimin e vendimit edhe mundi me vazhdu punime. Në qoftë se nuk janë marë masat nga fusha sigurisë, nuk mundi me vazhdu punime derisa të mirën masat për siguri shëndet, për sigurin e punëtorë. Eshta shkuqtu Lamela 10 janë i majtë. Ta kam me atë djallin. Ta kam me ju. Po, ta. Po? A të tashta ja. Po të kje janë rësto korektiv kje.
Ligji për siguri dhe shëndet në punë kërkon që në situata të rrezikshme inspektorati të marrë masa ekstreme. Zona e ndërtimit do mbyllet me një urdhër ekzekutiv të inspektorëve të cilët ndalojnë punimet duke i dhënë detyra konkrete ndërtuesit që të përmirësoj sigurinë. Thash për momentin e loni vendim për ndalim punimeve deri në marrjen e masa nga kusha e sigurisë. Ndalesa është e përkohshme. Vendimi do të zgjasë subjektin punues të lartcekur, cili kemi vendos skelet dhe rrjetat mbrojtëse. Skelet pjesërisht të kitë vendosura, po kemi përmirësuar mbylljen e hapësirave të hapura, vendosin e parmakëve shkallëve, shohum rrëthimi i punishtes, saqë po është dika është dika, nuk është. Në punishtën e kena të shketik, atje kena të rrëkun, atje më shejlëm zakonisht krejt, edhe këtu e mbyllëm krejt. Përmirësimi i rrëthimit të punishtes, e shënojmë. Pastrimi i hapësirave, hyrjes, daljes të objektit, fakt, jo mund hapësirë të i ketë vendos të ashtu. Apëse mund hyrje dalje. Me siguri vlerësimin e riskut, keni? Vendosin e aparate kundërzjarrit dhe kutinë të rimës parë. Aty jam që të dheqë. Në një operacion kontrolle, Inspektorati i Punës ka konstatuar probleme serioze të sigurisë dhe shëndetit në punë në një biznes ndërtimi. Për shkak të shkeljes së rregullave, biznesi është i obliguar të ndërprej punimet, të dërgojë punëtorët në shtëpi dhe të marrë masa të menjëhershme për të përmirësuar sigurinë e zonës. Sipas ligjit, kur parregullsi të tilla konstatohen, biznesi do të gjobitet. Mosbatimi i rekomandimeve që japin inspektorët e punës mund të pasojë me ndëshkime sipas ligjit për bizneset që po e shkelin vendimin e institucionit. Të gjitha të dhënat do të evidentohen në një raport final të inspektorëve, i cili do të dorëzohet pronarit. Këto kritere i plotësoni dhe bëni kërkesën për shfuqizim vendimi. A mi jep pronat e subjektit? Firmës unë. Po. Partneritet. Pas rezultateve nga operacioni i parë, inspektorët vazhdojnë sipas planit në zonat e tjera. Caki i inspektimit është një biznes tjetër. Sipas procedurave, inspektimi nis me prezantimin dhe grumbullimin e provave në terren. E ku punojnë? Puna marë. A jeni lodh? A jeni mirë? Qysh përshkon? Jam i prej inspektoratit punës. Jam me kamera, po juve nuk ju shfaq. Është ekskluzivisht me neve, kështu që nuk keni nevojë mu shqetësu për kur gjo. Për momentin që ka jeni të punu, përgatitje të pllakës. Pamja e parë në biznesin e radhës tregon sërish për probleme serioze. Para inspektorëve situata është e qartë. Një punëtor hasë duke punuar mbi skele që nuk janë të montuara mirë. Skelet sipas tyre kanë hapësira me objektin dhe paraqesin rrezik për punëtorët. Inspektorët urdhërojnë punëtorin që të zbres menjëherë nga lartësia. Qëto skelet nuk janë në rregull çtu ku është ky. Djali është i ngjitur keq. Ka dalës zbrit poshtë. Mundësisht api merë emnat e apo vjen të poshtë ka dalës, hiq pa u ngut, ka dal. A keni një menaxher dikush që për momentin asnjë. Në minutat e parë të inspektimit, inspektorët kanë konstatuar parregullësitë e para në biznes. Siguria nuk është zbatuar dhe zona është e rrezikshme. Inspektimi vazhdon edhe zonat e tjera ku konstatuan defekte të tjera. apo vini të poshtë që to skelet duhet mi rregullue, ka shumë hapësinja këtu. Është jashtëzakonisht larg kësaj. Plus nuk i ka dy pjesë, kjo është hapësinë, domthonjë që paraqet rrezik. Nuk guxoni me hyp, ke qenë hypun lart shumë keq. A mundi me dalë poshtë? Po, morasti, ta lidhëm se nësë të bjerë, sa? Kon me lidh. Ja, nuk bjerë. Helmetat a i keni, ja u ka dhonë punëtan si a hiqë. Pse s'pi përdorni?
Atje në rrënd vende, se nëjnë akon atje të gjykata. Po. A veç ju tre jeni tu punua? Sa atje kem punë më shumë, po mund të shkolla atje. E po në shtrareti në atje. Operacioni kontrollit përmbyllet me konstatime serioze. Për shkak të mosbatimit të rregullave, disa zonat e biznesit do bllokohen dhe në to nuk do lejohet puna deri në sanimin e problemeve. Inspektorati do i konstatoj shkeljet dhe varësisht nga raporti do shqiptoj gjoba. Këtu do të ndërmerren disa masa nga siguria e shëndetit në punë, rregullimi i parmogëve të shkallët deri në fund, rregullimi i skeleve se nuk janë në rregull deri në fund edhe kanë pengesa, kanë zona të hapta në cilat duhet mu mbyll edhe me kalu ma shumë se 1,5 metra nalt prej vendit ku punohet, ku e pat ju punëtorit domethënë ishte i hypur nalt në gjendje jo të mirë, domethënë në gjendje të rrezikshme permanente ka qenë. Kështu që punëdhënësit do t'i ndalohet punimet derisa t'i ndërmarr këto masa nga siguria e shëndetit në punë. Në lidhje me marrëdhënien e punës, do të shikojmë nëse kanë kontrata, nëse janë deklaruar në ATK, sa orë punojnë, apo ju paguhet puna shtesë e kështu me radhë. Vazhdojmë. Jo, më së duhet se nuk... Falë, së më të gjaj? Bëjnërum, ka dalë të ashtë të zbresim poshtë, pas ne javdojnë me venderla të një raport, dhe mos vësona mas ne... I ndërmarë masat punëdhënësi si rregullon qëto gjona që na i thona, tani vazhdoni me punë. Përshëndetje, dëgjom, jam në inspektim të rregullt me urdhënesë punës për krye inspektorit në bashkëpunim edhe me administratën tatimore të Kosovës, me inspektorët e tatimor. A mundesh me dalë ti këtu ajo? Okej, veç një certifikat e biznesit na vjen tani ta lëm një raport, ti e inspektu ma herët apo? Ke pas inspektim ma herët? Procedurat i dim, besoj. Po. Po, bashkë me inspektorët. Rekomandimet i numërohen një nga një përgjegjësi të punimeve për këtë objekt dhe merret vendim që përkohësisht të ndalë punime deri në zbatimin e tërësishëm të rekomandimeve që i jap inspektorati. Atër pak a shumë që të janë gjetje, do me thonë kati 3-4, nuk ka farmak vendosën profesional, ka fazët e ashensorve nuk janë mbyllura, në katin 3 janë mbyllura me rasa shumë tolla të cilat nuk janë qëndrueshme dhe nuk e marrin peshën e një personit. 4 nuk ka fare. Skelet janë vendosura, janë pak vendosura më larg se pe platformës që kërkohet 25 deri në 30, pjesët anësore ose pjesët e qorshëve të objektit. Këto për shembull janë mbyllura, ndo pjesë që i kom fotografu nuk janë mbyllura, edhe këto dohet me mbyll, sepse jashtë pengimit të rënies nga lartësia e bojnë edhe e përforcojnë edhe pjesën e strukturës të skeleve. Pastaj kurdo që përfundohet vendosja komplet e skeleve, doni me bëni raport
për kontrollin e skeleve dhe raportin për kontrollin e skeleve e bën përgjithësi që është ose për siguri ose ai kompania kontraktuar për vendosjen e skeleve, të njëjtën vendosni ndosja dhe prezantoni te Inspektorati Qendror i Punës. Ujin e peshëm, tualetet, vendet për ndërrimit edhe të pushimit punojnësve, të nimi siguru me u pastru punishtja paka shumë që to janë gjetjet. Lidhur me gjetjet na kemi me nxjerrë një vendim për ndalim për kohë shumë punimeve edhe kudo që mirën masat lartcekura, na bani kërkesën, na vim i shqyrtojmë ndërmarrjen e masave, i lirojmë ose ju kërkojmë masa përmirësimin e masave të cilat i keni marrë. Pjesa e brendshme e objektit, që janë mjetet e punës. Qartë? A kona i... Do të me qenë të paluara, do të me qenë të pastruara, edhe të paktën do të me ekzistu 2 korridore ku mund me lëviz punëtorët, pa pas pengesa në rrugë, pengesa fizike ose cila do, pjesa ku është ujë, do të më vendosë shaja që ka ujë edhe mundet me qenë rrsheshme, pjesa e rrymës mas nej është veç e vendosur larg, kështu që do të me qenë larg dyshemes, paka shumë që të jenë masa që dohet me u marrë. Okej. Ona krejt që të i kom para po edhe i kom shkru në raport edhe ja merrni një kopje, vetëm për presim edhe pjesën e kontrakturit, me pa ku qëndron përgjithësia për sigurinë e shëndetit. Në një operacion një ditor, 10 biznes janë inspektuar nga Inspektorati i Punës për zbatimin e rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Disa vend punishte janë bllokuar ndërsa pronarët janë rekomanduar të marrin masa të menjëhershme për t'i përmirësuar kushtet e punës. Shikus të nderuar, ishte ky reportazh i radhës për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Mos harroni, në kallzo.com kemi dedikuar një hapësirë të veçantë në të cilën ju mund të raportoni secilën prej këtyre parregullsive. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.